Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për operacionin e fundit të nisur nga autoritetet italiane të antimafjas dhe të finalizuar së bashku me autoritetet shqiptare të SPAK-ut në Shqipëri me 52 urdhër arreste, disa të arrestuar, por kryesori sipas dosjes nga autoritetet italiane, Ervis Doçi, i njohur ndryshe si Visi Pojës, dhe i shumë akuzuar nga zoti Berisha dhe segmente të tjera të opozitës, është ende në kërkim. Kjo ka ngjallur debate dhe diskutime, por edhe akuza nga një pjesë e mediave që kanë ngritur edhe dyshime për sa i përket faktit që mund të ketë pasur edhe dekonspirim të operacionit. Po për të folur për gjithë këto operacione dhe detajet e fundit, kemi të ftuar ekspertin e sigurisë zotin Fation Softa. Zoti Softa, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit juve. Nga ajo që keni lexuar, por edhe indicjet e informacionet tuaja për këtë operacion, mund të themi që i erdhi peshku i gatshëm SPAK-ut, por iku nga duart? Janë organizuar disa operacione me faktorin ndërkombëtar, flas në raportin institucional, siç janë Europol, Eurojust dhe kryesisht sektori apo drejtoria e antimafjes italiane. Dhe madje sukseset më të mëdha të strukturës shqiptare janë bashkëpunimet me këta struktura, përfshirë dhe Departamentin Amerikan, flasim për DEAN, një strukturë e veçantë që merret në luftën kundër trafikimit, pastrimit parave, të grupeve të organizuara të rrjeteve ndërkombëtare. Ky operacion ishte masiv për sa i përket shtrirjes territoriale, sepse shtrihesh në Shqipëri, në Itali, në disa qytete, deri në Povecia të Romës dhe në Europën veriore, ku bashkëpunimi me Eurojust nuk ka munguar. Është një punë voluminoze e kryer në një afat kohor që daton 2020 dhjetor 2021, kur nga disa zbërthime të aplikacioneve Sky, kryesisht ECC, kanë zbërthyer disa komunikime ku përkon një grup i rrezikshëm shqiptar në bashkëpunim me italian në territori kryesisht të zonës Puljas, që merreshin me një aktivitet palishëm, kryesisht lëndë narkotike, të cilët kishin dy rrugë të ardhjes, linjat e Turqisë, edhe kokaina, edhe heroina, ashtu dhe Amerika e Jugut, ku shqiptarët, kryesisht ata që janë pjesë e grupit sipas Romanit më i rrezikshëm në Shqipëri për grupin e Durrësit, në mos gaboj ka qenë grupi i Shkozetit që e kanë cilësuar, që ka pasur një lloj fuqie edhe ekonomike, po edhe një strukturë të mirë organizuar brenda dhe jashtë territorit. Kjo punë e mirë erdhi si rrethoj e 3 formave ku policia italiane apo prokuroria italiane ndërtoi hetimin e tij, hetimin e saj. Ishin platformat, pra servrat që u vënë në dispozicion, kryesisht nga vendet partnera, Gjermania kryesisht, dhe ishin bashkëpunëtorë të drejtësisë, një në Shqipëri dhe 2 në Itali, dhe pastaj ajo që ne themi forma operacionale apo forma e teknologjisë ato kanë përdorur, përgjimet ambientale, regjistrimet, kontrolli i personave në territor e mëdha dhe të informacionet që kanë shkëmbyer edhe me strukturën e posaçme SPAK për gjatë një periudhe të ndjeshme kohore. Ky operacion daton pikërisht në bazë zgjedhjeve të 2025-s, pra mbas 11 majit, ku me një vendim gjykate del ai që ne themi 52 urdhër arreste, nga të cilët 40 janë arrestuar, 12 të tjerë ende jo, dhe tu kemi shqiptar dhe italian, kryesisht italian, të arrestuar në territorin italian. Por ky operacion mund të datonte të paktën në shkurt, në mesin e shkurt, rreth datës 20-21 shkurt, atëherë kur kemi sipas të dhënave apo sipas asaj çfarë policia italiane ka zbardhur në këtë operacion, ku vendimi ka qenë që në shkurt të kishin mundësi për të bërë këto arrestime. Por sipas pyetjes që i bën dhe gazetarët, sepse pikërisht tani dhe mbas zgjedhjeve, diplomacia e përgjigjes tyre edhe profesionale ishte që në datat i rakordojmë midis palëve dhe vendosim. Pra, u la mbas zgjedhjeve që të kishte mundësi të mos kishte interferencë në zgjedhje, por kjo mund të ketë edhe ato çfarë ka dyshime nëse personave mund të jenë favorizuar, ndoshta nga kjo vonesë e procesit zgjedhor, apo jo,
Dhe kjo I ka dhënë mundësi atyre që të ketë ndoshta dekonspirim apo jo dekonspirim, ajo çfarë aludohet ose ajo çfarë thuhet kryesisht në media dhe në ambientin publik. Pra, ata që nuk u arrestuan nga pas 3 muaj kohë për tikur, për t'i rënë globit kryqe tërthort. Sa më shumë aktorë dhe faktorë përfshihen, aq më shumë lind dyshimi dhe mundësia që informacioni mund të deportojë. Nuk vjen në dyshim që mund të kemi një deportim apo një dekonspirim, sepse të paktën publikisht si prokurori Bari dhe Rossi ashtu dhe përfaqësues të SPAK-ut Dumani dhe një tjetër përfaqësues prokuror e kanë mohuar mundësinë që të ketë rrjedhje informacioni. Por ajo çfarë ne diskutojmë dhe analizojmë është koha e gjatë, e shtyrë, e cila do ka atë që të influencën e procesit zgjedhor dhe mungesën dhe mundësinë për të mos pasur interferencë në procesin zgjedhor. Drejtori I Policisë Shtetit lauduar duke thënë që ne një ditë para e morëm vesh, por në fakt realisht ka mundësi drejtori për të urdhëruar për të nisur një hetim, nëse brenda radhëve të policisë mund të ketë pasur ndonjë dekonspirim? Drejtori I përgjithshëm policisë është përfaqësues ligjor I Policisë Shtetit dhe si I tillë ndërton një plan masash në zbatim të urdhrit të vendimeve të gjykatës, në zbatimin e vendimeve të gjykatës. Dhe njoftimet mund të jenë një javë para, mund të jenë një muaj para, nuk e di, por nga momenti ka dalë vendimi I gjykatës, ka një afat kohor ku njoftohet Policia e Shtetit për të zbatuar vendimet e saj. Dhe në këtë kuptim, në terren kanë qenë jo vetëm Policia e Shtetit, por edhe BKH-ja, e cila nuk ishte pjesë e kësaj konference, por ka qenë terren në mënyrë të përbashkët me Policinë e Shtetit. Ka dekonspirim apo jo, ne thamë që kjo ka ndodhur në janar, ndoshta drejtoria e policisë mund të jetë njoftuar 3 ditë para, 4 ditë para, apo 1 ditë para, besoj 1 ditë para, sepse do kohën e vet të ngresh dhe të mobilizosh gjithë strukturat, bësh një plan masash për mënyrën se si do lëvizet dhe vendet përfaqësues të grupeve, sepse policia nuk mund të jetë një grup I pa kontrolluar, do të jetë një grup I cili drejtohet nga drejtori I përgjithshëm dhe pastaj shefi I forcës operacionale që do të lëvizë dhe strukturës, sepse këtu kemi angazhimin dhe të forcave elit. Dhe si të tilla, plani I masave miratohet nga drejtori I përgjithshëm I policisë. Dekonspirim, drejtori ju me sa e kuptova pyetjen e kishit a ka kompetenca për të bërë hetim apo jo, apo e kishit në raport vetëm me dekonspirimin. Po, për të bërë hetim. Atëherë nëse flasim për hetim, policia është njësoj si SPAK-u, I ka të gjitha strukturat e saj, duke filluar që nga krimi ekonomik, nga sektori I terrorit, antiterrorit, pra gjitha strukturat I ka Policia e Shtetit, por po them që disa kompetenca drejtorit me ligj janë minimizuar nga ndryshimet ligjore. Dhe flas në mënyrën se si jo për të drejtuar strukturën, por se si ai mund të kryej më mirë dhe më me eficiencë detyrat e tij. Kur them më me eficiencë, do të thotë nëse një drejtues I lartë, po themi drejtori I qarkut, po jo vetëm, po dhe drejtues të tjerë, shefi I komisariatit, shefi I krimeve, pra gjithë ata të cilët sipas ligjit dhe ndryshimeve ligjore u bën pjesë e zgjedhjes tyre me garë dhe me konkurs, atëherë në këtë moment që për çdo arsye, qoftë në njëri është në hetim, ose është objekt dhe subjekt I SPAK-ut, dhe për një arsye është detyruar të ndalohet, të largohet nga detyra, momenti I përzgjedhjes së një personi tjetër nuk mund të jetë më drejtori që përzgjedh kabinetin, stafin, skuadrën e tij, por është gara. Dhe gara zgjat 3 muaj, nga të cilët mund të fitojë ndoshta ai apo ata personat të cilët janë më të aftë për të kopësitur letrat, se sa mund të themi përcaktimi I një drejtori se çfarë I duhet atij në një zonë caktuar për të çuar personin e duhur me nivelin e duhur dhe me eksperiencën e duhur për të luftuar apo për të kryer detyrat e tij funksionale. Si funksion I drejtorit përgjithshëm dhe si drejtoria e përgjithshme e Policisë së Shtetit. Po ta krahasojmë këtë, është si kur ulëm presidentit të Republikës kompetencat dhe ja ngritën më shumë kryeministrit të vendit. Pra e kanë hequr spaletat. Po për të rikthyer edhe një herë tek dosja, ju tha që ishte vendimtare dhe zbërthimi I aplikacionit, por edhe materiali që furnizuan nga autoritetet gjermane, por ndërkohë kemi edhe 3 penduar, 2 në Itali dhe 1 në Shqipëri. Këta kanë luajtur një rol vendimtar për këtë?
Nuk mund të them vendimtar, por shumë të rëndësishëm. Vendimtar është kombinimi midis rrëfimeve dhe informacioneve të cilët duhet kryqëzohen. Me sa duket këto informacione dhe këto deklarata, të cilët shkuan drejt kësaj strukture për shkak të bashkëpunimit dhe strukturave, për shkak të bashkëpunimit, si të penduar të drejtësisë, kanë përkuar me data dhe me individ dhe me aktivitetet të cilët janë marrë si nga komunikimet nëpërmjet Skype, ashtu edhe nga përgjimet apo mbajtja në vëzhgim me teknika, si përgjimet ambientale, përgjimet e telefonave. Madje prokurori Rosi tha që ne kemi pasur mundësi të shikonim mbi telefonet e tyre dhe komunikimet që ato kanë pasur, ku këtu ishin dhe materiale, letra dore, ku ato mbanin bilancet apo kontabilitetin e tyre për aktivitetin që ata kishin kryer. Pastaj ka qenë një periudhë e gjatë kohe, pra jashtë asaj për cilën është marrë nëpërmjet aplikacionit apo serverat që u vënë dispozicion nga gjermanët, dhe ka qenë ajo teknika dhe forma operative e ndjekjes së një profesionalizmi të lartë të policisë italiane, e cila ka sjell edhe shkëmbimin e informacionit me SPAK-un dhe strukturët shqiptare në kohë reale, duke qenë partner serioz dhe të rëndësishëm struktura e posaçme sipas vlerësimit të palës italiane, që arritën në këtë operacion që kishte ato rezultate që dha. Sekuestrime të parave kesh, sekuestrime të apartamenteve, të lokaleve dhe të një televizioni, por ajo çfarë bën diçka ose vë diçka në diskutim është fakti që këto para kesh përkojnë me parat të cilët janë marrë nga një sekuestrim i një kohe më parë. Dhe ky sekuestrim parave kesh të grupit të Durrësit, ka një operacion i bërë më parë, shtohet si shumë 3 milionë euro. Cilës thuhet 3 milionë euro. Dhe këtu ka dhe disa transferta, të cilët janë kryesisht modhen në digjitale, sidomos një vlerë për 500.000 eurosh për një pagesë ndaj një dërgese që do të vite nga Amerika e Jugut. Të gjitha këto janë pjesë të asaj dosje, të cilit është bërë dhe shumë e gjerë dhe e gjatë për të lexuar dhe për të njohur nga palë italiane, por nuk kemi një dosje të bërë publike nga struktura e posaçme SPAK. Po habitet nga fakti për grupet kriminale dhe me vitet e eksperiencës që ju keni, normalisht nuk mund shkaktoj habis. Grupet kriminale më bën përshtypje fakti që pala italiane i quhen mafia shqiptare, kurse pala shqiptare i quhen banda apo grupe. Ka një diferencë shumë madhe midis mafie shqiptare dhe midis grupeve apo bandave që veprojnë në territorin shqiptar. Ko ndoshta për shkak të kodit, të klasifikimit të kodit që nuk e kanë në kodin penal fjalën mafia, dhe si e tillë flet me gjuhën profesionale që i lejon profesioni për ta cilësuar këtë banda dhe jo mafie. Por është mafie sipas italisë, sepse i ka të gjithë ato elementë të cilët klasifikojnë një organizat që të quhet të tillë për shkak të aktivitetit e cila del përtej asaj që ne themi aktiviteti kriminal. Vjen tek mënyra e sjelljes, vjen tek mënyra e organizimit, vjen ke tendencat për të pasur influencë sociale, influencë rajonale, apo influencë tek personalitetet politike, apo të personazheve të cilët janë shërbys publik. Opozita akuzonte që prej disa muajsh në vitet e fundit asnjë kërkesë nuk ishte kapur portin e Durrësit të droge, as nga lindja, as nga perëndimi që mund vinte, pra nga kokaina apo heroin, ndërkohë që nga dosja rezultoi që futej në karrocat e invalidëve, edhe me cilësi shumë të pastër, pra pak edhe e pastër. Shiko, shumë gjëra të bëra publike nuk kanë pasur ndoshta transparencën e duhur, edhe kur ato kanë bërë shumë zhurmë dhe kanë qenë një realitet i hidhur. Për shembull, vazhdoj të ri i çuditur me faktin që nuk morëm një përgjigje lidhur me Toyota Yaris. Domethënë, përfunduam tek një prokuror, tek një gjyqtar, përfunduam tek disa individ, të cilët morën ato dënime dhe me dënime shkurtura rritën
2 vjet, 2 vjet e gjysmë. U sekuestrua e para, por nuk morëm një përgjigje me atë sken apo me atë pamje të jo të zakonshme në Parlamentin shqiptar. Zoti Basha akuzonte drejt për drejt duke paralajmëruar që po vite një ngarkesë për zotin Balla, dhe zoti Balla me ato nënqeshjen dhe humorin e tij, dhe pastaj kemi ardhin në prokurorëve belg që marrin pyetje zotin Basha, pyetje ndryshme që kanë bërë sa kanë qenë të implikuar dhe jo të implikuar, të përdorur apo jo politikisht. Si dhe kanë politikanët të dy palët të akuzuara të thëna apo të përdorura qoftë edhe në një shfaqje në Parlamentin shqiptar. Nuk morëm dot një përgjigje. Si janë apo s'janë, kishin apo s'kishin lidhje. Por kjo pjesë është vetëm një gjë që nuk pati transparencë. Në fakt duhet të ketë një transparencë. Policia italiane ka një perfekcion në mënyrën se si ajo i ka raportuar ato, por edhe transparenca është në politikat e Italisë, që edhe kur bën operacione Guardia di Finanza, antimafia italiane, karabinierët italianë, të gjitha këto përfundojnë me konferenca, ku dalin në uniform dhe japin informacion deri ku mund t'jepet sigurisht, po goxha i detajuar për publikun, për median, sepse kështu rrit besueshmërinë e publikut ndaj institucioneve, të cilët për spakun ka një perceptim të madh publik, por ky duhet të ruajtur, sepse është shumë e rëndësishme, gjë që u vu jo ndyshim, po u vu në diskutim gjatë procesit zgjedhor. Pra u përdor ky reputacion i caktuar, u përdor nga palët në këndvështrime ndryshme, duke e amplifikuar apo duke e përdorur spakun për krimet zgjedhore, për atë mision dhe për atë zhurmë që bëri ai për kontrollin e procesit zgjedhor. Zoti Stofta, me këtë goditje, a mendoni që ndryshe nga herët e tjera që kemi folur që janë goditur ushtarët, po jo kokat, në këtë rast u godit maja e piramidës, edhe në gjykimin tuaj, ju si analizoni këtë grup në Durrës? Nuk ka qenë, ndoshta mund të themi i tërhequr, edhe underground, kishte vepronte, pra nuk ishte i shfaqur shumë për treguar forcën në publik, pra nuk ishte shumë në media. Nuk kemi dëgjuar shumë, domethënë pak. Është dëgjuar pak, por dhe ky klasifikim që këta bën këta, pra struktura jonë, po dhe struktura italiane, që është një nga grupet më të rrezikshme në Shqipëri. Atëherë kur themi një nga grupet më të rrezikshme, në çfarë kuptim? Në agresivitet, në financë, në organizim, në shtrirje territoriale, në lidhje ndërkombëtare, në lidhje me politikan lokal dhe politikan qendror, lidhur me personat të cilët janë të drejtësisë apo jo, lidhur me punonjës të policisë shtetit apo të shërbimit informativ. Këto u minimizuan dhe u tha që të paktën deri tani, zoti Mara mos gaboj, tha që nuk rezultojnë lidhje me punonjës të drejtësisë. Ka vetëm 2 punonjës të policisë, të cilët ishin të implikuar dhe aktor apo faktor në këtë grup, dhe nuk pam lidhje tjera. Pam vetëm një informacion se si ata kishin detaje lidhur me lëvizjet, me parat, mënyrën se si ata bënin shitje, dërgesat, mënyrën se si blinin këto drejt për drejt nga Amerika e Jugut, dhe se si i shpërndanin grupeve të vogla në territor dhe dalë edhe shitje e tyre me pakicë në disa zona përreth Puljas dhe deri në zonën e Pomecës, që është Roma, dhe drejt Italisë Veriut dhe kryesisht Veriut të Europës, ku flasim Hollanda, Gjermania dhe këto vende të tjera. Dhe parat në mënyrën si vinin, pra 6 shoferë që ishë përfshirë, një agjensi imobiliare për pasim e parave dhe një agjensi e linjës të autobusave, të cilët i përdornin format e tyre si korrier për marrjen dhe sjelljen e monedhës në territorin shqiptar. Po si pas për këto para? Janë marrë ato me ndërtim. Kanë marrë leje apo s'kanë marrë leje? Kush e ka dhënë? Kanë pasur lidhje me politikën, janë përfshirë në politikë. A ka hetime që ata mund të kenë ndikuar, sikurse ishte për t'u hetuar gjatë kësaj periudhe të zgjedhjeve të 11 majit? A janë përfshirë ata në proces zgjedhor? A ka përgjime? A ka informacione? Apo nuk janë bërë ende publike? Dhe nëse ka pas përgjime, pavarësisht se duhet të ekzekutohesh në shkurt, dhe ekzekutimi u bën maj, por me siguri janë mbajtur në mbikëqyrje, janë mbajtur dhe në përgjim, deri në momentin e arrestimit. Pra mund të kemi disa informacione shtesë, të cilët mund të bëhen më vonë publike, për çfarë dhe nëse ata kanë lidhje, të cilët mund t'i vlejnë hetimit dhe mos e janë akoma çështje të cilët përbëjnë sekretet timor,
nëse ata mund të kenë apo jo lidhje, mund të jenë favorizuar apo jo, nga element të cilët kanë një fuqi në administratën publike, në politika apo në strukturat të tjera, të cilët janë struktura shtetërore. Lidhet që kanë pasur me portin e Durrësit, si kanë depërtuar, si kanë hyrë, si janë shmangur kontrolleve. Kanë qenë pafta apo kanë qenë sofistikuar? Ajo që thoni ju është nuk operacioni Ura nuk është vetëm simbolika se po lidh dy brigjet e Adriatikut, por edhe Ura mes policisë, krimit, politikës, pra drejtësisë edhe brenda vendit gjithëve. E pra është një ur kjo, është signifikuar bukur. Këto kanë gjetur disa herë emërtimet operacionet përbashkëta, siç ishte rasti Shpirti apo operacioni tjetër, pra që përfshihen brenda këtij të hetimi. Por të gjitha janë operacionet përbashkëta të kryera kryesisht me antimafian italiane, dhe këtu kanë qenë ato që ne themi sukseset të kësaj strukture. Kryesisht me bashkimi apo operacioni Flak në det, pra kanë qenë bashkëpunimet ose lufta ndaj goditjes grupeve mashtruese të call centrave, të cilët grabishin parat e gjermanëve apo të spanjollëve, kur kemi operacionet përbashkëta me Spanjën, operacionet përbashkëta me gjermanët e tjerë. Këto janë ato që janë më shumë të dukshme dhe më shumë i kanë vlerësuar strukturën e posaçme. Sigurisht që Spaku nuk mund ta mohojmë atë pjesë të cilët është pjesë shqiptare, që nuk ka lidhje me tuajt, që ka lidhje me korrupsion, arrestimet e drejtorëve të një bashkie, arrestimi i kryebashkiakut të Tiranës, i cili sot është në hetim me mas sigurie, dhe ndaj politikanëve të tjerë që ka dosje korrupsioni apo abuzime. Një pjesë jo e vogël e kryetarëve të bashkisë sot janë në burg apo dhe po vuajnë dënimi, një pjesë janë në proces hetimi, jo pak politikanë janë për të marrë përsëri në hetim të dyshuar, të paktën publiku flet dhe media flet për arrestime të mundshme. Që mendoj tani mas procesit zgjedhor, mendoj që periudha e korrikut do të jetë një periudhë intensive, që do të kemi surpriza dhe do të kemi një ngjarje. Mezi korrikut i parashikoj sipas asaj që un kam informacionet e mia. Mes korrikut mund finalizohen hetimet për atë që ndodhi në prill dhe në maj gjatë fushatës zgjedhore. Gjatë fushatës zgjedhore, por dhe për persona të tjerë, të cilët nuk lidhen me procesin zgjedhor, por që lidhen me hetimin për korrupsion dhe për abuzimet e tyre. Zoti Softa, me qëllim dhe tek politika, ju i keni analizuar mjaft mirë dhe zgjedhjet e fundit e jo vetëm, por nga ambasada amerikane nuk kemi një përgjigje, një reagim për urim për zgjedhjet, por kemi një deklaratë ambasadës që u bën thirrje pra të zyrës së DEA-s, u bën thirrje shqiptarëve që të denoncojnë nëse kanë informacion. Pas këtij operacioni, pra ka ardhur postimi i ambasadës amerikane. Shikon në çdo rast që kemi DEA-n, është patjetër mbrapa është droga dhe është kanabisi, janë drogat e forta, janë kokaina dhe heroina. E kemi këtu DEA-n. Aty ku është heroina, është DEA. Flas në gjitha grupet dhe rrjetet ndërkombëtare të trafikimit lëndëve narkotike që kryesisht lidhen me Amerikën e Jugut, me Amerikën Latine, me zonat të njohura si vendet tregtuese dhe prodhuese të lëndëve narkotike. Dhe fakti që ajo ka qenë në Athinë dhe mbulon të hapësirën ballkanike, dhe fakti që më në fund të hapën një zyrë në Tiranë, tregon një shqetësim në rritje të amerikanëve lidhur për influencën dhe të qenurit faktor të grupeve shqiptare, të cilët sot nuk janë më përndarës, nuk janë më ndërmjetës, po janë financues dhe edhe janë edhe aktor, qoftë edhe në vendosjen e çmimeve apo lëvizjen e rregullat të tregut në raport me lëndët narkotike. Dhe kjo thirrje në këtë moment e ambasadës amerikane vërtet është diplomaci, por është syri dhe veshi i Departamentit Amerikan Shtetit. Dhe çdo deklarat apo çdo informacion që ata bëjnë, nuk mund ta bëjnë kurrë jashtë politikave që i vijnë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Dhe si e tillë në një moment të tillë delikat, pra mbas këtij operacioni, sjell dhe në vëmendje dhe rikujton edhe një herë të thirrjet të bërë më parë që kushdo që ka dhëna dhe informacione ose indicie që mund të ndihmojnë në hetimin e DEA-s është WhatsApp-i dhe emaili i tyre. Këta e kanë bërë dhe kur ishin pa ardhur në Shqipëri, po e përsërit pikërisht në këtë moment ambasada amerikane duke dhënë këtë njoftim. Ky njoftim sigurisht është i rëndësishëm sepse e kanë e parë në politikat e tyre, e dyta e kanë në praktikat e tyre në shumë vende tjera,
të cilët janë në zonat nxehta dhe janë të përqendruar në mënyrë të veçantë për të marrë jo vetëm nga burime zyrtare, por edhe nga burime publike, të cilët mund të ndihmojnë dhe mund të ndihmojnë patjetër në hetimin e një ngjarje apo të grupeve të ndryshme të grupeve kriminale. Të që u intereson atyre më shumë se sa një reagim për zgjedhjet, kjo për lëndët narkotike që është fokusi i tyre, edhe që kanë, domethënë, edhe deja në zyrën, njerëzit e tyre ekspertët pranë SPAK-ut, puna vazhdon nga krahu tjetër. Shqipëria bëri 2 evente. Një që ishte Giro Italia, duke krijuar atë idenë se ky aktivitet bëhet pikërisht në një moment, një ditë, 2 ditë, pra edhe në heshjen zgjedhore, patëm një aktivitet tillë dhe pikërisht një ditë apo 2 ditë mbrapa kemi një summit ku patjetër politikisht dhe diplomatikisht ata i uruan fitoren kryeministit të vendit. Ndërkohë që ishte momenti i pas-zgjedhor reflektimit, duke pasur mundësinë për të dëgjuar gjitha zërat se mund të ankohen apo mund të kenë vërejtje, apo mund të denoncojnë për krime apo jo zgjedhore dhe në një deklarat nga struktura e posaçme, s'pati kohë kjo strukturë që të mos ndërhyjnë pikërisht në këtë momente, përdorin deklarat çfarë ata konstatuan, çfarë ata vërejtën dhe çfarë ata mund t'i ofronin publikut, por dhe detyrave të tyre funksionale nëse ka pasur apo krim zgjedhor, nëse janë përfshirë apo jo grupe kriminale, kryesisht në ato zona që sipas mediave her pas here zbarkoi BKH-ja në Elbasan, zbarkoi BKH-ja në Durrës, zbarkoi në Vlorë, po këto zbarkimet nuk morën përgjigje çfarë bën në këto zbarkime. Dhe këto përgjigje duhet të jepen në mënyrë institucionale, në veçantë nëpërmjet atij institucioni që quhet informim publik. Pra nuk e patën këtë gjë, sepse më sa duket Samiti dhe këto tjerat nuk i lanë mundësi dhe hapësirë që të ndërhyjnë pikërisht në këtë moment, se dukesh se do të merresh e mirë organizuar dhe kjo gjë që do duket sigurisht një interferencë politike. Por në këtë moment nuk kemi një urim të ambasadës, por kemi një vëmendje, duke mos hequr vëmendjen nga problemet shqetësuese, sepse një vend kandidat që po aspiron që të hyjë dhe të bëhet antar me drejta të plota të Unionit, do të jetë një vend i cili nuk do eksportojë atje drogën, prostitucionin, krimin organizuar dhe problematika tilla, të cilët duam dhe s'duam, të gjitha këto operacione vinë për shkak të shqetësimeve që grupet shqiptare në bashkëpunim me ato të huaja kanë krijuar në këtë vende. Në Itali, në Gjermani, grupet shqiptare në Angli janë problematike. Dhe ky lloj problematike do të thotë ngritje dhe forcimi këtyre institucioneve bashkëpunuese. Por informacionet fatkeqësisht vinë nga jashtë, vinë për shkak të përgjimeve, të punës së gjerë voluminoze që ato kanë bërë, po dhe partneritetet që kanë gjetur me strukturën e posaçme, e cila është përgjigjur në të njëjtat nivele, edhe profesionale dhe të besueshme ndaj tyre. Por na duhen veprime proaktive të strukturës. Pra, mos presim vetëm të njoftojmë DEA nëpërmjet WhatsAppit dhe emailit, por duhet njoftojmë SPAK-un nëpërmjet platformave. A është funksionale? Sa është funksionale? Sa reagon? Publiku duhet i kthesh të besim që të t'jap informacion. Në të kundër publiku ka shumë siklet dhe nuk di se çfarë ndodh me një denoncim apo me një veprim të caktuar. Ne kemi denoncime për shkak të liderit të opozitës. Menjëherë i kujtojnë që ti duhet t'japësh dorëheqjen. Po pse duhet t'japësh dorëheqjen? Ai dorëheqjen mund t'japë mos i javë, mund t'japë mos i muaj. Pasi të ketë mbaruar ky proces. Pra nuk është ky momenti kur janë në përplasje shkallësh besimi, sepse edhe opozita është një institucion. Dhe nuk mund të kesh një vend demokratik kur nuk ke një opozitë të fortë. Sa më e vogël të jetë opozita, më shumë probleme dhe zullume mund të bëjë qeverisja. Sot janë socialistët, nesër mund të jenë demokratë, pas nesër mund të jetë një tjetër forcë. Nuk ka rëndësi emri dhe ngjyra e forcës, por ka rëndësi demokracia duhet të funksionojë kur palët paraqisin argumenta dhe kundër argumenta dhe në fund fare pastaj mund vitë çertifikimi, mund vitë përshëndetja midis palëve dhe pastaj dorëheqja si në këtë vend si kulturë demokratike. Zoti Softa, me që jemi tek dora e parë që tashmë jemi në Amerikën Latine që marrin vetë kokainën atje grupet kriminale, ju bëri përshtypje deklarata e Maduros, pra diktatorit e Venezuelës që shqiptarët, mafia shqiptare do prish zgjedhje, do ndërhyje, ju bëri të qeshni apo kemi kaq fuqi grupet kriminale? Nuk besoj që të kenë ndonjë fuqi të madhe. Shqiptarët që shkojnë atje janë persona të dërguar. Nuk besoj se bosi shkon dhe rrin në Amerikën Latine. Ato janë persona të cilët fillimisht kanë provuar të jenë
ndërmjetës, kanë provuar të jenë shpërndarës, pastaj kanë provuar që i bie më lirë sa ta blejnë me çmimin që është tregur në Bashkimin Evropian, i bie më lirë shkojnë tek burimi për ta marrë ato më lirë. Si shkojnë marrin bananët, marrin pllakat, marrin hekurin dhe marrin gjëra tjera, sigurisht shkojnë marrin dhe lëndët narkotike dhe ajo çfarë kanë dominuar shqiptarët, si në Amerikën Latine, ashtu dhe në vendet e Bashkimit Evropian, nuk ka qenë vetëm forca që është tipar karakteristikë e tyre, se shqiptarët janë të dhunshëm. Të paktën kanë treguar që janë të dhunshëm, që edhe në vendet tuaja kanë realizuar vrasje, rasti Athinës, raste të tjera në Gjermani apo në Holland, ku kanë bërë vrasje dhe ekzekutime, por politika e tyre ka qenë ullja e çmimit. Dhe nga ullja e çmimit kanë marrë më shumë fuqi dhe kanë marrë më shumë dominancë në treg. Pra, kjo ka qenë ajo që shqiptarët kanë bërë dhe në këto momente nuk besoj që kjo lloj deklarate të vi, po më shumë ka qenë për konsum të brendshëm, sikurse politika i përdor her pas here, sepse dhe emri i shqiptarëve dhe i Shqipërisë është lakuar shumë për shkak të krimeve dhe të aktiviteteve dhe për shkak të çdo lloj aksioni i madh si ky nuk mund të kalojë pa njohur. Por shoh gjithë mediat italiane, si lokale dhe ato kombëtare, e kanë pasqyruar operacionin Lura. Po e njëjta gjë, edhe rastet e operacioneve të tjera janë pasqyruar në vendet përkatëse për shkak të zhurmës dhe për shkak të angazhimit të gjitha këtyre strukturave nga më të rëndësishmet që kanë ato vende. Për shembull sektori antimafjes, prokurori i Barit, por kjo çështje ka nisur fillimisht me sektorin me antimafjen e Romës. Pastaj është deleguar, fillimisht ka nisur në Romë dhe pastaj është kaluar me qenë se aktiviteti shtrirë në Pulja dhe është deleguar dhe është marrë pastaj prokuroria e Barit. Zoti Softa, kam një pyetje për ta mbyllur. Kolegu Ferdinand Dervishi deklaroi që nëse do hapet aplikacioni Google Pixel, mundet edhe sipas tij do të zbardhet edhe fati i Ervis Martinat, një personazh i tashmë të njohur nga të gjithë, i zhdukur prej 2022-shit, por sipas tij ai ka pasur komunikime në këtë aplikacion edhe mund të tregoj fatin e tij final, pra, ndërkohë që nuk kanë munguar vitet e fundit edhe gazetarë dhe njohës të sigurisë media që mundet e kanë lidhur duke ngritur dyshime për fatin e tij dhe me grupin e Shkozetit. Pra, i lidhen gjitha këto bashkë dhe a ka shanse çfarë është ky aplikacion një herë? Së pari këta janë telefon. Google Pixel është një prodhim telefonësh, tablet, që është sot në qarkullim. Kanë vlera 400-500 euro, më e mira e fundit që ka dalë sot treg është 1100 euro, 1099 euro. Dhe ky lloj aplikacioni komunikues sigurisht ka një server të caktuar ku në nivelin e komunikimit është i hapur, ka edhe aplikacione të saj apo nivele të saj që është inkriptimi, por nuk ka asnjë lloj sigurie për faktin që është sistemi i platformës është Android. Android është nga sistemet që në çdo kohë në një aplikacion të duhur, në një telefon të duhur, mund të dërgosh linke apo forma spajt, cilët janë forma për të marrë dhe për të dekriptuar informacionin. Por mos harro se këto janë server të cilët janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mundësia e përgjimit, sidomos në këto, është shumë herë më e mundshme. Por nuk mendoj që këta persona të kësaj bote kaq të sofistikuar të kenë mundësi të shkojnë në aplikacione të tilla apo telefon të tillë të cilët janë lehtësisht të përgjithshëm. Ato çfarë ata besonin më shumë ka qenë Sky, EncroChat, kanë qenë disa aplikacione ku shkalla e besimit ka qenë e lartë dhe ka qenë shumë e vështirë. Thyrja dhe depërtimi, ata nuk ishin thjesht telefon, pa ata ishin me pagesë, me një kod caktuar që duhet paguaj çdo muaj, dhe këta shpërndashin duke e kthyer tregtinë e tyre vetë bota e krimit. Pra nuk ishin telefon që mund t'i gjejnë në supermarket apo t'i mblejen në internet. Këta kishin një linë caktuar ku një pjesë e tyre i lanë drogën dhe trafiqet dhe u kthyen tek shitja dhe shpërndarja e telefonave, sepse jepte më shumë fitime dhe më lehtësi për fituar se sa vetë ai tregti që ata kishin bërë më parë. Po, ky grup, hetimet për këtë grup mund të kryqëzohen rrugët me fatin e tij apo jo? Unë mendoj që është folur shumë për figurën e Martinit dhe asgjë nuk çon tek një konkluzion
sepse gjithë janë hamendje, gjithë janë për klikime, asnjë konkluzion dhe asnjë form prove të tregoj nëse ai është vrarë apo është i gjallë. Për faktin që nuk ka një provë, unë vazhdoj të them që ai është gjallë. Dhe vazhdojnë të dalin her pas here njoftime për persona të cilët janë zhdukur në shumë vite dhe janë riçfaqur. Një rast mos gaboj para ca kohësh, mas 22 vjetësh u bë e gjallë një grua e cila ishte e shpallur e humbur. Pra, kjo është një. E dyta, u pol shumë edhe nga ish ministri Balla, nga drejtori Rumbullaku, nga disa struktura të shtetit, të cilët thanë që ekzistojnë pamje filmike, dikush thoshte e kishin ndarë në 4 pjesë, dyshimet që mund të ishin në det dhe operacionet që janë pasuruar dhe në media, që bënë kërkime në disa zona të jugut për gjetur trupin e tij, po si mund gjesh trupin e tij kur trupi dekompozohet, kur kanë kaluar kaq kohë nëse do ishte një gjë e tillë. Pra nuk ka asgjë, dhe asnjë provë se të japi një fakt të tillë. Dhe zbërthimi këtyre aplikacioneve dhe komunikimet me ta, se ka të gjithë ato që janë të kalibrit të Martinaj, janë shumë të rafinuar sepse ato vinë nga një eksperiencë. Fakti që i ka shpëtuar atentateve, që i ka shpëtuar arrestimeve, që ka pasur mundësi të mbjetoj dhe të riorganizoj, këta persona përdorin disa forma të ndryshimit të platformave. Nuk mund të rinë besnik ndaj një platformë, përdorin disa platforma, ndrojnë her pas here kodet e komunikimit, sepse kjo është forma e njohur atyre personave që dinë të mbjetojnë në çdo të situatë kur mbrapa kishte edhe shtetin dhe kundërshtarët. Prandaj nuk është e thjeshtë dhe nuk është e lehtë të themi që nga ky zbërthim do të dalim dhe do të kuptojmë që ai nuk është gjallë. Jo, është ndërprerje një komunikim, ai e di shumë mirë që çfarë do të mbahet në përgjithësim. Do të mbahen familjarët, njerëz të tij të dashur, njerëz të tij të cilët komunikojmë. Mund të ketë një ndërmjetësim tjetër të një personi tjetër që mund të marrë një rol. Dhe ai mund të jetë një person që mbetet në hije, sepse është shumë i rrezikuar në raport me kërkimet. Sa herë që ka pas dyshime, sa herë i kanë bërë kontroll banesës tij. Rastet e dyta, rikthimin në banesë, ku janë gjetur pastaj në ato kosheret e mbledhve, kujtohen nga momentet që gjetën antiplum, gjetën armë e gjetën të tjera. Pra, këto armët dhe këto kosheret që ishin futur, kush erdhi? Ervis Martina i futi prapë apo i futën familjarët? Po pse këto nuk i bën kontrollet e para dhe duhet i gjejnë kontrollet e dyta? E kupton se sa shumë abuzim ka me këto informacione? Dhe unë prandaj vazhdoj të them që para se të vim te ky aplikacion që thoni ju, ka një aplikacion tjetër të cilën Nureddin Dumani ka deklaruar apo jo, që komunikimet ne i bënim në atë platformën e fundit. S'm kujtohet emri i atij të aplikacionit dhe në fakt doli që ky ishte një nga aplikacion. Po, ky ishte më i lakuari që grupet kriminale kishin përdorur. Se nga zbërthimi i tij patjetër do të ketë surpriza. Aty po, aty mund të kemi surpriza, dhe aty mund të kemi informacione të vlefshme për të gjithë agjencitë të hetimit ndërkombëtare. Pra, sy duhet mbajtur te Matrixi, jo te Google Pixeli. Matrix pra, sepse ai nuk ka folur paktën dhe Dumani. Ne themi që Dumani ishte një informator që ndihmoi shumë hetimin ndaj këtij operacioni që ne sapo e pam, pra operacionin Ura. Dhe ai ka folur dhe në fillim u duk i çuditur opinioni, por ai foli për këtë aplikacion. Fakti që ai ka folur dhe më pas doli që ky aplikacion është thyer dhe ka komunikime me interes për drejtësinë, nuk janë bërë publike, po janë duke i zbërthyer dhe ato janë pafundësisht informacione të cilët do të vlen për të zbuluar shumë më shumë të dhëna që kishim nga Sky apo aplikacione tjera. Do të ky është një aplikacion i thjesht, lehtësisht i thyeshëm dhe i pamundur për ta besuar, sepse që në momentin që thua serveret janë atje, ti në këtë moment nuk mund të besosh sepse ti e di shumë mirë dhe ne dimë gjithë shumë mirë se çfarë fuqie ka CIA dhe FBI dhe DEA në raport me bashkëpunimin në këto struktura apo në këto platforma dhe çfarë teknologjie përdorin ata për të deportuar dhe për të hyrë qoftë në platforma që pak a shumë në pamje të parë duken të besueshme. Zoti Softa, të falenderoj shumë për gjithë bisedën e gjatë dhe gjitha çështjet që trajtuam.